Një protestë e re aktivistëve qytetar nga organizata mjedisore Stop Rusjen kundër ndotjes nga fabrika e Cimentos. Protesta këtë herë u mbajt para Ministrisë së Mjedisit, pasi dje Titanusje dorëzoi kërkesë për lejen e re të integruar mjedisore. Nga Stop Rusje thonë se dhe më parë fabrika e ka marrë këtë leje, por pavarësisht kësaj vazhdon të ndot Shkupin. Досегашната дозвола, како што веќе многу пати раскажавме, издадена во 2020 година, дојде времето да се реобнови. Таа дозвола ние викавме дозвола за легално труење. И доколку се земат сите наши предлози во предвид, новата дозвола на УСИ ќе биде вистинска, интегрирана еколошка дозвола, која ќе го натера Титан Усје да работи како современа еколошка цементара по примерот на другите цементари во светот. И се надеваме дека овој пат Министерството за животна средина ќе избере вистинската страна. Aktivistët bllokuan rrugën pranë ministrisë dhe organizuan aksion gueril dhe me vendosjen e karrigeve për ministrin Muhamet Hoxha, zëvendësen Ane Leshkovska dhe drejtuesen e sektorit Besat Ateshi kërkojnë të organizojnë një debat publik në të cilin të pranohen vërejtjet dhe kërkesat e tyre. Leja duhet të jetë në përputhje me rregulloren evropiane dhe me Organizatën Botërore të Shëndetësisë, thanë aktivistët. Прагот на тие гранични вредности значително да бидат намалени. Тоа е едната работа, а втората е контролите. И како се прават контролите? Во таа интегрирана дозвола, самата цементара си ги прави сама контролите, односно им дава на Министерството како дел каде што они проверуваат. Ние сакаме самите надлежни институции, они да ги прават контролите. Aktivistët e Stop Rusje deri tani kanë organizuar disa protesta dhe atë para fabrikës së Cimentos si dhe para qeverisë dhe kanë kërkuar edhe zhvendosjen e saj jashtë Shkupit. Nga kompania më parë disa herë reaguan se punojnë sipas të gjitha normave ligjore të lejuara.